Ndrojmë në Shqipëri këtë herë në zonën e Shkodrës, ku vazhdojnë të jenë të përmbytura rreth 1500 hektar tokë. Kjo për shkak të shkarkimeve të detyruara nga ujmblesit e hidrocentraleve të kaskadës së lumit Drin. Përmbytjet kanë prekur 6 komuna të nën Shkodrës, si dhe disa lagje periferike të qytetit të Shkodrës. Një ndër fshatrat më të dëmtuar nga përmbytjet është ai i Obotit në komunën e Anës së Malit. Korespondenti Pullum Sulo ishte sot në këtë fshat, nga dërgoi kronikën në vazhdim. Me gjithë ndërprerjen e rreshjeve dhe uljen e nivelit të shkarkimeve nga hidrocentralet e kaskadës së Drinit, në zonën e Shkodrës vazhdojnë të jetë përmbytura rreth 1500 hektar tokë bujqësore në 6 komuna dhe 2 lagjet periferike të qytetit. Ndër zonat më të dëmtuara është fshati Oboti, komunës së Anës së Malit, me rreth 140 familje. Për të tretën herë brenda këtij viti, rruga automobilistike që shkon drejt fshatit Obot izolohet nga ujërat e përmbytjes dhe aty mund të shkohet vendime në automjeteve të larta të policisë. Banorët e fshatit Obot thonë se për të tretën herë brenda këtij viti, përmbytjet kanë dëmtuar ekonominë e familjeve të tyre, ndërkohë që një pjesë e banorëve shprehen të pakënaqur me vlerën e dëmshpërblimit. Përmbytja është e treta herë si pa bën, po mëse nga dëshmëri ka ndaj qeveria në ato 2 jetë e para. Na ka një për çdo gjë, por keq jena prap. Çështë për çështjet baktive jena më keq, ka punë dashpërblime, dukuj nuk e ka shpërbyer për smarit, më thonë drejtin, disa janë ankojnë. Është edhe drejt më ngu se më mirë se ka kënë fshati Obot, nuk ka kënë asë një fshat në Shkodër. Edhe prap jenat mëtën, kajt është mëtën. Çdo gjë domi Aboti ka kërë meni me të as i bën kush marapa, as ka ndar me na pa, si keni punë, pa ujë, pa sisan, s'ka s'ka bëma kis. 3 herë përmbetje e pavlerësume, e dëmtume në bakti, në shtëpi, në bujqësi, kena mjall. Jena në mesë kaqili. Por të është ma kjesë, se të është edhe një i borë që ka dalë tonë ka dalë jashtë përdërimit. Se s'banë mo, nuk hinë mo kusë me ndër ta. As hardhia, as i zhonë botë nuk banë mo. Me këtë përmjeti, i ke përmjeti është ma kjesë i bili, se sa e para këtë që ka kënë ma mollë. Kam ja dhe dëllëm janë shpara një javet, ma shkëthy toka në kënet. Djali jem, ka zonë trapin tokë që kam mjau. Do më të kilesh. I lutem shtetit, marrën e verifiku tokat. Gjatë muajve janar dhe shkurt, fshati Obot u shënorua në një ishull ku mund të shkojë vetëm me ndihmën e varkave të ushtrisë dhe policisë. Ndërkohë përsëritja për të tretën herë e përmbytjeve ka shtyrë një pjesë të banorëve të Obotit që të fajsojnë korporatën elektroenergjetike për situatën e krijuar. Prej keshit, ata nalin në rezervojnë ujin për me shit. Për me shite, me të poplën e shkret, nuk është e mira. Tu përmyt në për ditëna se dojnë me morë para ata, e i mojnë hidrocentralet kargo. Kështu s'ka bova ki kun as në kodë dresit malku. Uji ka ardhë prej keshit. Të më baken fësut dhe menshëm qeverit, a dash me shkarku qysh në verë. Jena të përmytën të 3 herë, në ka ratër me 5 herë. Se a bët, kena dalë tonë rrugë male. Mund ka hiu në shtëpi. Gjatë ditës së sotme, një pjesë e banorëve të fshatit Obot zhvilluan një protestë përpara komunës së Anës së Malit, duke shprehur shqetësimin e tyre për situatën e rënduar. Megjithëse një pjesë e banorëve të Obotit kanë mbetur të pakënaqur nga vlera dëmshpërblimit të përmbytjeve të para, tashmë ato shpresojnë në një vlerësim të rregullt të përmbytjeve të treta. Për zërin e Amerikës, nga fshati Obot, Pullum Sulo.